Është një tjetër qasje, një mediumi tjetër ka bërë të ketë reagime të ashpra në rrjetet shoqërore. Është fjala për vehabizmin që mediat vazhdimisht shkruajnë për të. A ka vehabizëm në Kosovë? A ka vehabizëm në Kosovë? A ka vehabizëm në botën, duhet të pyes njëra. Para se marrë në Kosovë. A ka vehabizëm në botë dikun? Ku ka vehabi, realisht? Kjo është një term vëllënderuar që është prodhuar në kuzhinet e caktuara ndërkombëtare për ta lehtësuar goditjen e grupeve të caktuara kur ata dëshirojnë. Apo, sikur që është e ditur, medialisht përgatitet fillimisht tereni dhe fusha dhe sensibilizohet opinioni i gjerë i njerëzve rreth një dukurive të caktuar që pastaj çështjet e caktuara to a lehtëson sulmin kundër këtyre grupeve. Pavarësisht kush ata. Ende nuk ekziston marrë çdo fjalë politik të botës. Nëse lëvizje politike për shembull. Merë çka do të qoftë në botë, nga fjalorët që flasin për terminologji të caktuara, nuk do të gjesh definicion për vehabizmin. Do të gjesh lëvizje që ka ndodhur në shtetin 18, e ka udhëhequr Muhamedi ibn Abdul Wahhab, po kjo ka prodhuar shtetin e Arabisë Saudite. Arabia Saudite është një faktor i rëndësishëm sot në arenën ndërkombëtare, është një shtet i zhvilluar që ka dëshmuar apo paqen ka mos flasim tash për këtë shtet, por dua të them se nuk ka të bëjë me këtë vehabizëm ata që flasin. E për çfarë vehabizmi flasin? Del një njeri, do të thotë imam, apo edhe don të na mësoni çka ka vehabizmi. Dhe çka thot për vehabizmin? Se vehabizmi janë ata që falen këtë mënyrë. Subhanallahu, në këtë mënyrë për shembull, forma e namazit është e prezantuar nga ana e mëdhëbeve në mënyra të ndryshme. Tek mëdhëbi i Imam Ahmedi rahimahullah, ngritja e durrëve është sunat. Gjë e cila nuk është tek mëdhëbi i Imam Abu Hanifes rahimahullah. Mirë, po dallimet mes imamëve këtë drejtim nuk kanë prodhuar kur urrëtie, dhe nuk kanë prodhuar kur akuzë dhe shpive të ndërsjellë mes vete. E kanë pranuar si qëndrim brenda shkollave juridike islame. Kur ka qenë një mëdhëb nga 4 mëdhëbet, për shembull, rrymë e rrezikshme për islamin. Kur s'ka qenë kështu? Prandaj shiko këta njerëz, do të kur fillon të ilustron me shembuj se çka vehabizmi, ti jap me kuptu se ai absolutisht ide nuk e ka çka vehabizmi. As nuk din çka është, por është thjesht, po e them me keqardhje, është thjesht një zëdhënës i dikujt që po e shtyn kush e di me çfarë motive, që të shkakton një farlloj kaosi dhe hutije në mes të muslimanëve, që tash fillojnë të friksohemi nga njëri tjetri. Ti ai vehabi, jo ti mos je vehabi, jo ti çka kjo vëlla? Kjo është futje panike mes njerëzve, pa nevojë, pa asnjë fakt, pa asnjë argument. Nga mediat cilësohet është termi vehabi është përshkruar dhe është ilustruar sikur çdo njeri që bart mjekër dhe pantallona të shkurtra. A është kështu? Absolutisht nuk ka kështu. S'ka lidhje kjo me këtë çështje. Se për këtë mjekrave, hoxhallarët para komunizmit gjithë kanë pasur mjekra, kanë qenë vehabi. Unë mojnë men haxhiler, të vjetër, i kanë pasur pantallona të shkurtuara ato. Kështu janë mësuar përpara. Ata shikoj tirësit e shqiptarëve që i bartin. Veshja kombëtare shqiptare ato. Është mbi zogun e komës. Çfarë themi tash dhe shqiptarët me veshje kombëtare kanë marrë për vehabive? Do të them se ky është kriter i pazbatueshëm. Ky është një kriter i paqëndrueshëm. Nëse dëshiron për shembull ta vendosësh si kriter mjekrën dhe pantollat e shkurtuara për të dëshmuar ekzistimin e një rrymë të rrezikshme ekstreme të quajtur vehabi, atëherë kjo do të jetë një kriter i rrezikshëm që të përfshin këtu masa të gjëra të njerëzve të kësaj kohe dhe të së kaluarës, e që pastaj na vendosin siklet neve se si të bëjmë rrugdalje për këtë e për atë njeri. Prandaj këto janë gjërat që fatkeqësisht, unë thash përsëri, ne kemi të bëjmë me një lëvizje të rrezikshme e cila dëshiron të fut panik dhe kaos në mesin e njerëzve me gjëra të paqena, iluzionare, të cilat nuk ekzistojnë realisht, janë të padefinuara, janë të paqëndrueshme. As vet nuk e din çka do të thonë, por ja të prezantojnë para njerëzve një farlloj tërmërie dhe guximi dhe një farlloj dhëmshmërie për masën e gjithë të njerëzve se ne kemi zbuluar këtë rrymë dhe ne jemi ata që kemi me luftu dhe na jena së bashku me juve. Çka e të luftu ti realisht? Shfrytëzohet për vendosje të vëmendjes. Absolutisht. Për vendosje të vëmendjes dhe për faktorizim të njerëzve që nuk kanë arritur të faktorizohen me rrugë të ndershme. Çdo kush ka dëshirë të jetë faktor, të ndëgjohet, të respektohet, apo, por kjo duhet bëhet me rrugë të ndershme.
Një njeri në kurat e hershme vëllai nderuar, e kanë zënë duke urinuar në ujin Zemzem, në Qabe. Apo e kanë zënë duke tentuar me urinu të ujin Zemzem. Dhe kanë kap. I kanë thënë, a je normal? Ka thënë, kam dashur të futem në histori. Apo s'ka lidhje nga cila derë futet. A urinon në Qabe, a në Zemzem, a flet gjëra pa lidhje, të parëndësishme. Kjo për ta njerëz, për këtë kategori njerëz nuk ka shumë rëndësi. E rëndësishme është që të flitet për ta dikun, të bëhen aktual, të faktorizohen, qoftë edhe me kësaj lloj fatkeqësisht marrëzinash të paqëndrueshme. Pa duhet të them se ne duhet të jemi të matur, të urtë, të jemi të kujdesshëm çka po flasim. Nëse ka mundsi një fjalë e dikujt, vallahi pa kujdesshëm, këtë e kam thënë në të kaluarën. Çka në qofse për shembull, në bazën e prezantimit të një medie për ekstreme vahabive, se me mjekra, apo prindi, për shembull, prindi e sulman djalin që ka mjekër apo dhe e dëbon nga shtëpia. Shkaktohet konflikt familjar. Për asgjë, ata janë duketuar shumë mirë, s'kan probleme. Por ja fillon baba që të indoktrinohet me këto lëvizje të pandershme. Kush e pagun çmimin e këtij konflikti familjar? Ka ndodhur në shoqëri janë rrah, dy shok ngushtë për shkak të kësaj. Madje ka pas lëndime, unë një. Kush e pagun çmimin të lëndimit? Kush? Këta njerëz të pa skrupull, pa dyshim, se duhet përgjigjen një herë për këto deklarata të paqëndrueshme fatkeqësisht. Por në mos ekzistim të rregullit, sistemit dhe ligjit mbijetojnë matrapas të kësaj natyre që fatkeqësisht po them, domthonë keq përdorin terminologji të padefinuara për futur kaos dhe panik në një popull që ashtu e ka panikën për shumë gjëra që nuk din çfarë do ndodh të ardhmen e tij, dhe të shkojmë të jashtojmë këtë panikë dhe këtë frikë edhe këtë pa qëndrueshmëri më tepër, mendoj se është një vepër teje të pandershme që këta njerëz herë do kurdo duhet të gjykohen nga gjyqi i popullit.